duke akuzuar për premtime të pambajtura gjatë mandatit të mëparshëm. Deputetët opozitar vunë në dukje mungesën e transparencës dhe shprehën dyshime mbi realizueshmërinë në projekteve të propozuara. Kritika u fokusuar në mënyrën e menaxhimit të fondeve publike, pasojat sociale të politikave ekonomike dhe mos realizimin e reformave në drejtësi. Tensionet kulmuan në disa momente kur deputetët nga opozita ndërpren fjalimet e majorancës duke krijuar debate të ashpër verbale. Një incident i veçantë ndodhi kur një ministër i kabinetit gjatë prezantimit të programit përdori një ton provokues ndaj opozitës duke nxitur reagime të menjëhershme dhe debate të forta në sallë. Kjo situatë tregon qartë se meritimi i një programi qeveritar nuk është vetëm akt formal, por edhe një test për stabilitetin politik të vendit dhe aftësinë e majorancës për të menaxhuar tensionet dhe për të ruajtur dialogun me opozitën. Debatet e ashpra në kuvend reflektojnë gjithashtu investimin e qytetarëve dhe mediave për secilën politikë publike, duke bërë të qartë rëndësinë e transparencës dhe llogaridhënies në proceset demokratike, pritshmëritë dhe ndikimet e programit në jetën ekonomike. Miratimi i programit të qeverisë. Më 1 tetor 2025 krijoi pritshmëritë e rritjes tek qytetarët, bizneset dhe institucionet e vendit. Një nga objektivat kryesore të këtij programi ishte përmirësimi i kushteve ekonomike për qytetarët, duke përfshirë rritjen e punësimit, përkrajjen e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe stimujë për investimet të huaja që do të gjenerojnë vende të reja pune. Në aspektin social, programi synon të rrisë cilësinë e shërbimeve publike, përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe shëndetësore, si dhe uljen e pavarësive mes qytetarëve. Masat e propozuara përfshin investimet në rritjen e transportit publik, përmirësimin e shërbimeve spitalore dhe ndihmë për familje në nevojë, duke forcuar mbrojtjen sociale dhe integrimin e grupeve të prekura.